Si e vlerësoni punën e presidentës Osmani për këto 5 vite? Presidentja Osmani është bashkë fajtore 100% dhe pjesë e komplet procesit të zhbërës së shtetit Kosovës bashkë me Albin Kurtin dhe lider të tjerë në spektrin politik kosovar, përgjithësi, të cilët janë të gjithë ish bursis të Soros dhe përfasus të politikave Soros për Balkan, besa dhe për Evropën dhe ma gjerë, e që janë ndesh me doktrinën politike dhe doktrinën Trump që do tjetë boshti i politikës jashtë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Prandaj nuk amnistohet në asnjë mënyrë. Dhe unë jam befasu kur ndëgjova në sqarqe të Lidhjes Demokratike se pretendojnë kthimin e zonjës Osmani në LDK. Kjo është sikur lind fëmia i shëndosh ose e ke shëru nga kanceri apo nga smunja X, edhe tash e merr edhe një shëringë aty ja futet edhe silen, edhe dëmton tamam. E dëmton në vota zonja Osmani Albin Kurtin në këtë rast? Zonja Osmani s'ka pas asnjë vot. Qysh asnjë vot? Ka qenë gruaja më e votuar në atë. Nime. Po. a ka qenë në listën e vetëvendosjes numër 1. A ka qenë kjo? Çagodart, kishin. Ju ka marrë votat e partisë që s'ka der. Okej, po. Mos më fal me logjik thjesht. Ka qenë kryet listës lëvizjeve vetëvendosjes sepse Albini me gjithë stafin e vet ishin penalizuar për krimet që kanë kryer. Akte terroriste ndaj institucioneve. Pra, kjo ishte e bartës e listës. Dhe i parin listë i merë votat e listës. Ta ja fjallën se shumë lider, mos t'jenë në kryet listës. Nuk marrin vota ma shumë se deputet të tyre në listë. Jo veç në aty ku ka qenë. Pra ju konsideroni që në momentin që po flasim, zonja Osmani nuk do të ketë vota? Zonja Osmani se ka asnjë vot. Asnjë vot? Zonja Osmani merë aq vota sa s'mundet më bëj asamblejiste. Pse thoni kështu? Sepse s'ka vota. Po është një prezidente që po vlerësohet shumë mirë nga populli. Cili popull? Ky popull që e vlerëson Albin Kurtin, që e ka izolu tërësisht Kosovën. Ajo po thotë që populli... tash dalim atje se të meta bërë, se më the se po votohet ma shumë ti. Natë se ma kujtove. Du me hy pak ma largë për me kuptu që po them. Në vitet e luftës, ne jemi përfshirë 0.28% e 2 milionëve në luftë. Po. Por edhe kjo 9% që nga kanë përkra, jemi 10% gjithsejt. Në atë 90% që kanë ngell, 40% e kanë përjetuar luftën në forma nga matrysh, masakra, dhunime, vrasje, deportime tjera. 60% përfshirë zotin Kurti, as se kanë dash luftën, as se kanë përkra luftën. Bile, hala shohin ondra për Jugoslavinë, as si thot ai Korab Gjinovci, që ka edhe nanën edhe gjyshën serbet Kninit, të Kroacisë. Thot, më kanë eduku se Jugoslavia ka qenë mirë dhe Tito i mirë. Dhe sot e udhëheq organizatën Orka, që monitoron sistemin e amërsimor të Kosovës dhe bën vlerësime. Imagjinoni ku ka ra ky vend. 60% janë kjo kategori. Që as e kanë dashur, as e kanë përkrah dhe më shumë e kishin duru sot. Jugosllavinë thonë më mirë konë në Jugosllavi se në rëqit pushtetin e UÇK-s. Sa që thonë edhe kështu. UÇK-ja nuk ka luftu për me zhliru Kosovën. Por me marë pushtetin, po Serbë nuk i kanë donë, i kanë luftu Serbë për mu largu e me arë vetë në pushtet. Që të thotë, në logjikën e ty në Kosovë ala është Serbi. Por vi që kina njekë Serbë i pushteti, e administrate, e polici, ushtri, dhe në arë na vetë. Kjo është logjika me cilën u dhiqet këtë 60%. Ose, si pas babaj tyre ideologjik dhe filozofik zotit Sorrojt, i cili thot se UÇK-ja s'ka qenë ushtri, UÇK-ja s'ka qenë edhe çlirimtare, e pyetja është tash, çfarë ka qenë? Terroriste, ndërmarrje për bashkët kriminale, se këtë ta lejen mbrapa. Dhe kush pa le? Krye këshilltari për negociata i zotit Kurti. Pra për që dialogun me bon që të Republikën e Tretë, ma shumë se autonomi, me pak se pavarësi, si që ka thënë Miloševiqi, që zotin Surroje prashite edhe kryeministrat Kosovës në Rambuje. E i vetëmi ishte ky që pranon të një autonomi dhe bashkëtes brenda Serbisë, veç mos na mohoni liri dhe drejta që ju takojnë gjithve. I cili atë botë pa të themelue u jedinjeni Jugosloveni, i bjen Jugosloven të bashkuar, kur po shpërbej Jugoslavia nga Kroacia, Slovenia e tjera, po kretë za Jugoslaviu, lëvizjen për Jugoslavin, kur po shpërbej Jugoslavia, dhe në fund fare sfidon të në atë kohë Ibrahim Rgovën, Lidhjen Demokratike, do parti që i kish kriju për ta bëhat charmin e demokracisë, pluralizmit, duke themeluar partin Juli, që i bje Jugoslavenska Levica, e majta Jugoslave, që udhiqen nga Miramir Marković, gruaja bashortja e Slobodan Miloševićit. Këta jënë 60%.
Tashti, dale, pëqë se sa kom bylla la. E sqarova për me ditë njerëz kur thom pse fitojnë këta në paqe e pse kem fitu në luftë. Sepse në luftë, mjeti i luftës ka qenë mjeti i punës ka qenë arma. Shumë e vogël që ka numër. Po me aleat fuqishëm si SBA e kem fitu luftën ndaj këtij 60% e ndaj atyne 6 milionëve të Serbisë. Kurse në paqe, ne jemi prapaj 0,28% që tashti, apo 10% i krejt popullit, edhe që kuj 40% që gjys a gjys. Thot mirë në konu që ke, do thënë lesën a kanë lodhë, e ky 60% që është gjithmonë shumit. Dhe në paqe, sa herë të votojnë, kanë me na mujtë. Aq më tepër që tani, e bëjnë vjedhjen industriale të votës, ta thëmë me përgjithësi. Po ta heton të një mekanizëm ndërkombëtar i atësisë. Procesin zgjedhor, mënyrën si numërohen votat. Vota vjedhet me mënyrë industriale, me një mekanizëm shumë sofistikuar, televizijve të ndëvosje, sepse i kanë softverët e krejt agjencioneve, dhe dhënat, detajet të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe diasporës, dhe votën e vjedhin në mënyrë teknologjike, se nuk ka shansë kur vendosja mi marrë gjithë këtë votë. Pse s'ka shansë? Pra, nuk ka shansë, sepse ky popull e ka lexuar Albin Kurtin që prej se ekziston, prej se ka hyrë politikë në vitin 97, me urdhën nga takimi i Brezovicës, a dini kush e ka marrë takimin e Brezovicës? Është I Stanishicit. tjetër. Po Baton Haxhiun thërë në telefon vllaj, këtu pe studio thuj. Alo Baton, çfarë urdhri ke marrë? Dhe ka me thonë, me fut Albin Kurtin në politikë. Dhe ka fut në Unionin Stëndëdor. Baton Haxhiu ka thonë te venisteni, ka Antigona Baxhaku e ka intervistu. Unë shifi që sholi me dhona konkrete. Le turnojnë. Ja ku është Batonin në Tiranë, ju kum thonë aty në Tiranë. Pra, populli e ka lexuar mashtrimin. Por nuk e administron më as votën e vet. Pra, ju thoni që këto vota nuk janë vota të popullit? Absolutisht. Absolutisht, nuk e voton ky popull. Dhe tani, ta zbardhëm edhe pak situatën. Pse Vjosa Osmani nuk ishte kandidata për president? Po. Sepse atëherë kur e përligjte Albin Kurtin, i duhej dhe e mbante. Ashtu e mbante. Kur e pa se po e cenon supremacin politike të Albin Kurtit mbi Kosovën, po edhe në raport ndërkombëtare, e eliminoi politikisht. Po provon ta eliminoi politikisht, as po them se eliminoi tërësisht, por të paktën e nxorri ashtu. Çfarë ndodhi me 5 mars? Vjosa Osmani ka pritë se do të jetë kandidate. Kur u provua të ndryshoj edhe ndoshta Jo, tash votimi? herë mas pari ka shpresu, deri kur në orë vona, ka shpresu se do të jetë kandidate, pra deri ku ka orar të punës. Nëse se deri në orë të vona, jo veç Vjosa Osmani, edhe zoti Lema i ka shpresu që do të jetë krye Të parlamentar. gjithë kanë shpresu. Edhe Abdi Gjiku po shpreson që të jetë president. Albin Kurti është specialist, nuk ka veç socialist, i majt komunist, por specialist. Sepse stafi ti, kabineti, komiteti partijës atje që udhëheq, ajo zonja non grata, janë specialista.